Klodi dhe Eliona përballen sërish. Atmosfera është e rëndë dhe tensioni mes tyre ndihet që në sekondat e para. Eliona i afrohet Klodit për të folur, por ai reagon menjëherë, duke bërë një hap pas dhe duke i treguar qartë me gjeste dhe tonë se nuk dëshiron asnjë kontakt apo bisedë tjetër me të. Klodi i drejtohet Elionës me zë të prerë, duke i thënë që të qëndrojë larg tij. Ai shprehet qartë se ka nevojë për distancë dhe se nuk dëshiron më të përfshihet në asnjë diskutim apo debat me të. Zëri i tij është i ftohtë dhe i vendosur, gjë që e bën situatën edhe më të rëndë emocionalisht. Eliona mbetet e shtangur për disa çaste. Ajo nuk e priste një reagim kaq të ashpër dhe të drejtë për drejtë. Përpiqet të flasë, të shpjegoj veten, por Klodi e ndërpret menjëherë, duke i thënë se nuk dëshiron të dëgjojë asgjë më. Ai thekson se për të, kjo histori ka përfunduar dhe se çdo fjalë tjetër vetëm sa e rëndon më shumë situatën. Klodi vazhdon duke i thënë Elionës që të mos i flasë më fare. Ai shpjegon se ka arritur në një pikë ku çdo komunikim mes tyre vetëm sa krijon tension, keqkuptime dhe stres. Sipas tij, mënyra e vetme për të ruajtur qetësinë është distanca totale. Eliona ndjen një përzierje emocionesh, tronditje, mërzi dhe zhgënjim. Ajo përpiqet të mbajë veten, por fytyra dhe sytë e saj tregojnë se kjo situatë po e prek thellë. Ajo i thotë se nuk e meriton të trajtohet në këtë mënyrë dhe se ka dashur vetëm të flasë dhe të sqarojë gjërat. Klodi nuk lëkundet. Ai i përsërit se vendimi i tij është i prerë dhe se nuk do të ndryshojë mendje. Ai e bën të qartë se nuk ka asnjë ndjenjë apo dëshirë për të vazhduar komunikimin dhe se Eliona duhet ta respektojë këtë kufi. Banorët e tjerë i vëzhgojnë nga larg, disa të shqetësuar, disa të heshtur. Askush nuk ndërhyn menjëherë, sepse situata është shumë e ndjeshme. Çdo fjalë duket sikur peshon më shumë se zakonisht. Debati zgjat për disa minuta, me pauza të gjata, shikime të ftohta dhe emocione të forta. Eliona përpiqet të kuptojë. Si arritën deri këtu, ndërsa Klodi qëndron i palëkundur në vendimin e tij. Ai i kthen shpinën ngadalë, duke i dhënë fund bisedës pa thënë më asnjë fjalë. Eliona mbetet vetëm, duke u përballur me realitetin e refuzimit dhe distancës që i është vendosur. Ky moment është i gjatë, i ngarkuar emocionalisht dhe shumë i fortë për publikun, duke zgjatur më shumë se 5 minuta video, pa dhunë fizike, por me tension maksimal psikologjik dhe dramatik.